Selam aleikum të dashur miq të RTI-s. Mirë se takohemi sërish me emisionin Rruga e Ndriçuar, ku jemi së bashku me hoxhën e nderuar profesor Dr. Shefqet Krasniqi. Të dashur miq, emisionin Rruga e Ndriçuar përveç pranë ekranit mund ta ndjeshni edhe në YouTube dhe Facebook në faqet personale të hoxhës Profesor Dr. Shefqet Krasniqi. Hoxhë nderuar, selam aleikum. Aleikum selam wa rahmatullahi wa barakatuh. Mos harrojmë të dashur me se mund të na shkruani, po është edhe të na telefononi në numrat kontaktues 046 22 0022. Shkruani pyetjet apo këshilla që keni nevojë që hoxha të na përgjigjet apo në rreth këshilla si çdo të ajte me emision Rruga e Ndriçuar. Hoxhë nderuar, përderisa të pranojmë telefonatën, më lejo të lexoj pyetjet të cilat na kanë arrit. Thotë, nuk I kam respektu prindrit sa I kisha gjallë. Kam hap bunare, japi sadaka për të, por çfarë këshilla më jep hoxha, çka më bën me fshi këtë gjuna që kam bën? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Nuk ka dyshim se mas respekti prindërve konsiderohet prej mëkateve më të mëdha të cilat mund të bëjë robi në këtë dynja. Edhe kundërta e saj, prej veprave më të dashura, të ke madhi Allah Azza wa Jall, mas adhurimit, ibadetit, është respekti prindërve. Është respekti prindërve. Tani, këtë e din shumë njerëz, apo shumica muslimanëve, por nuk e praktikojnë një pjesë e tyne, sikurse rasti në fjalë. Po e shkurtojmë, për shkak kohës. Shumë kujtë ja lën Zoti prindrit, sa ja lën, ja merr, dhe kë nuk ka ditë se më sjell me ta. Respektivisht nuk I ka respektuar prindrit, përkundërzi ka nënçmuar prindrit. Me që në kupton ka bëjë gjëra të madhe, shumë të madhe. Sa që pejgamberi alayhis salatu wassalam në një hadith thotë se 3 lloje njerëzish Allahu I madhruar nuk I shikon ditën e gjykimit. Nuk I spasron për mëkateve. Dhe për ta ka dënim të dhimbshëm. Mudmin al-khamr, al-aql walidayh, wa ad-dayuth alladhi yarda li ahlihi al-khabth. Konsumuesi I alkoolit. Për atyre që kanë dënimin më të rëndë, në ditën e gjykimit, 50.000 vite. Sa zgjat dita e gjykimit, është edhe personi I cili e konsumon alkoolin. Po ashtu, personi I cili nuk I respekton prindërit. Po ashtu, grupi I tretë, dejuzi, shqiptarët tonë, të partë tonë, e kanë përdorur shprehjen dejus. Kuptim negativ, gjithmonë, filane dejus. Kuptim negativ, nënçmues. Por, se kanë qëllu kuptimin sakt, se në kuptim të ngusht, dejuz, që shëtëseko këtu në këtë hadith, është ai I cili pranon me imoralitet për familjen e vetë. E që jenë sa të shumica e shqiptarëve të. Imoralitet nuk e për qëllim zinon, po imoralitet është kuptim të gjerë, është zhveshja, lakoritësia, është dalja jashtë në rrugë femrave, gruse, vajzave, që si ka hije një femra muslimane, që ke futën të. Pra, argumente kërcënuese ka sa të dush, për ata të cilët nuk respektojnë prindërit. Sa të dush ka. Tani, I ke shansa. Shkoj baba, deq, dash kaj të vorrin, dash kaj mas vorrin, dash që të letë krokodili, që të letë aktori, që shdush qëtë. Qka dush pa, na I shkaj ma. Të s'ke dish me njësa kanë gjallë,
Ka shku java moj se ke qilë dihrën, se ke një zanën, as ke dish me një për ta. Dhe runa zëtë edhe më keq e më rëqet për jashtë e qëna për damet pleqve babe. E ty vetë në palat aty, të në të mirat e Zotit, me gruja me fëmije, baba, në një dhomë atje vejve të muar, apo ndoshta një dhomë e diken që si rrit me të po, ku ka me shku? Ku ka me shku? Dhe vdes. Tashit bjen mend. Ty të paskaron mend, ma se kam dek prindërit, sepse e penduar. Dhe alhamdulillah që e pendu. Ne nuk e dim që apën Zoti me ty. Njeriu kërë bëndë një katë të madhë. Nëse është dësh me Zotin raport e ka ma lehtë. Për shumë ka pi alkohol, ka pi shumë alkohol, ka pi me dekada, ka pi 50 vjet alkohol, 70 vjet ka pi alkohol. Tash ka bët 85, dhe në pëndu, me stedhe me Zotit. S'ki nevoj me lip halal kërkujna. Nuk ki nevoj me lip halal kërkujna, si e fali 70 vjet. 70 vjetë se fali, i ke bërë 75 vjetë, i ke bërë 80 vjetë, nuk je fali, o, fali o vla, o van, o, fali o vla. Pa tu e kaluar, falo, mëse zgat. Falo. E pastaj gjatë faljes, pëndoho për të kaluarën. Dhe nëse dalin latë, ku me marë, thonë, o mirë, o një mirë, që pas në hupë. A një mirë, shumë mirë. S'ki në vejmë lip halal, kërkujna. A nëpse namazë është nishe. Nishe për e obligimeve. Por, i ke hin hak e shisë, ke hin hak prindit, ke hin hak shokut, mikit. Ata kanë vdek. Ke bëzëllëm njerëzve. Sa njeri o hinë burg pa pikfajt. Sa njeri o të është bërë pa drejt. Kur është da drejtësia, ku do qoftë, me kanone, në përgjukate, e tjerë e tjerë. I është bëzëllëm, pse veç është i dëpt, s'ka kra. Dhe kuptane i dikur. Sepse pëndohet të Zotë. Nëse është gjallë individi, do të më shkënë lip halalën. Po nëse ka vdekës, kërë baba në këtë rast, së në lip halalën babës. Por është mirë që ke punu punë të mira. Vazhdo me punu punë të mira dhe me bot dua për te për çdo namaz dhe për çdo ditë Zotit. Që Allah me ta mëshiru babën e nanën. Që Allahu me i bo ata nesër në ditën e gjykimit, kur dale me para lartë madhërisë e ti, me ta bo halal. Me ta bo halal. Sepse robi, kër shumë senet mira, për shambullum ke boti mu zëllëm, s'ma ke lip halalën se më kanë gjallë. Se se ke ndije obligative të nkalit, të edukushije ti. Nuk e në qmën të vetë vetën, më lip mu halal. Duket në qmëm, nga se dhjenë të frinë shejtani. Të frinë shejtani, të edukushije ti, që shë ullë vetën të me kërkua halal të një njerit i cili në rrugë si fletë kosh. A shëftë që vje shetanin sanit? Kjo vdes, kjo fëkareke miskini vdes. Ty Allahu të zanë. E qështë ashtë me ma bo mu halal? Kur pa të mundësi në këtë dynjanë s'ma bane, nuk ma lype halalin, nuk ma lype. Më kështë edhim të nashta, më kështë zbut zemra të kësha falë. Halë ku gjakin e vladit e falin. E falin kër i shojnë njerëzit që për i lutin me letën sy. E falin. E limu në këta falin në zullëm që e ke ba. Për sa lyp heq. Ta shonë e vdi qa, shkova të Zoti jem. O nuk e di qa bënd të këtë dynja. Por, kur danë ditë kiametit, dhe vjen kuha me marë hakun tanë,
Se nuk të lëshoj. Nuk të lëshoj s'ke ka shkan. Nuk ke ka shkan. Vjen kohë me marrë hakun ditë kiametit, edhe mes muslimanë, një pjesë e madhe jo tëra, një pjesë e madhe pajdrejtësive, nga tresave, e fjallosjeve, që janë bërë mes muslimanëve, nuk gjykohen në ditën e kiametit. Shtyhen për tej orës së siratit. Kur ta kalojnë besimtarët orën e siratit, atyre që Allahu o ka caktuar me hyjnë xhenet, para se me hyrë në urë të siratit, është një vend që quhet Kantare. Krejt gjenitlit, miliarda, sa jenë në zëtë din, jenë qatë vend. Asnjë nuk është këndej në mahsher, është ura më nda, përfundej, kaluan urën dhe fund të kalej urën, ata që se kaluan në ramë poshtë, në vend të bimi, o zbraz. Mahsher o zbraz. Gjenetlit në një vend të dera gjenetit. Për para gjenetit, mrapa gjehnemi. Nuk hapet dera gjenetit. Para se me e bërë edhe një llogari të shpejtë, besimtarët mes vetë. Tani në qëto momente, mua më kujtohet, apo ty apo tjetrit, se çfarë padrejësie në ka bërë filani. Se kom harru. Dhe vjen koha me marrë hakun. Dhe më thuhet mu, filani, për ta lyp halalën, ose vjen ti thu, bëma halal. Dhe thëmi jo. Por, kur të shone, sa shumë i luti për mu, sa shumë ke dhanë për mu, të dishta me dalë. Dhe ato janë bledhur. Dhe unë thëmë, nga i morra këto, nga në këto në për vlaut tëndë, i cilit ka bëzë zullum, por është pëndu mas vdekjes. Dhe është lutë për ty, ka dhanë sadak për ty, ka bo mirë njëzve për ty, veç për ty, për shpirtën tëni ka bo njët krejt këto, dhe ja se vapet. I falen. Edhe tek prindi, nëse bën shumë për prindin, pas vdekjes së tij, me emrin e Allahut Azza wa Jall, ymëd, shpresë këm të madhe të Zotit, që ai ka me pajtu, apo ka me bo Zoti atë me pajtu, për me ta bo ty halal. Mund të ndodhë që nuk e luti për ta, nuk e qu seva për ta, por Allahu dënë me të bindi ty, që ti me ma bo mu halal, apo me ta bo në ty halal. Dhe më thëtë Zoti, robi jam, bëni halal, filanët, thëmë jo, Zoti jam, ka hinë haksja bëj. Dhe më thëtë mu, e shefa dërejgjët e nalë në gjennet? Po. Thëmë Zoti jam, për kanë është ajo është për ty, nëse ja bëm laut halal. Thëmë po, me njëherë? Me njëherë. Pra, ja bëjnë halal një tjetërit, edhe atëherë filloj me hynë gjenet, i pari cili hynë gjenet, që të rëket dherën gjenetit, është pejgamberi, sallallahu aleyhi wasallam, që shkarë në hadith, në muslim dhe koleksioni tjera, ku a i bekuar, thot, unë jam i pari cili dalë për tokës ditë kiametit, i pari jam, i cili dalë për tokës, në gjallë në i pari. I pari jam a i cili kërkej lepi Zotit me është me bo shëfat, i pari jam a i cili mepet e drejta me bo shëfat, jam i pari i cili të rëkasit derën e gjenetit. A i bjen kjo që edhe ummeti Muhammedit a.s. ka më konë për të parëve? Po të parë, gjithë me hadithë kjo. Në jena të funit këtë dënja, të parë të jena në heret. Në jena të funit këtë dënja, të parë të jena në heret. I pari pejgamberi të rëket derën, thët i kapi halkat e derës. Rak, im shaj. Dhe më thuhet, kush është?
thëm jam Muhammedi, dhe më thuhet bike umirna, illa nefta ahaden li ahaden qablek. Jemi urdhëruar bashkë për ty. Jemi urdhëruar mos me qelë dhe naskujna vetëm ty. Pa artë të më të rëki derë, nuk ka kush me hiki derë. Dhe hina i bekuar, alayhi salatu wassalam, në gjennet, e pastaj hinë siddiqin të Abubekri tjere këtu më ra. Allah ndërruf, Hoxha ndërruf. Allahu na mësot me hinë gjennet. Amin ya rabbil alamin. O Zoti i madh. Allahu na mësot me hinë gjennet. Allahu na mësot me hinë gjennet, ya Rab. Pranojmë telefonatën e radhës. Kemi telefonat e radhës. Selamu alaikum. E kemi telefonatën, në ka i telefonata? Alo, selamu alaikum. Alo. Selamu alaikum. Keni telefonu drejt për drejt, jeni në emision Rruga Ndriçuar, Hoxha Shefet Krasniqi po ju dëgjon, keni pyetje? Ishte me bon Hoxhës, a mundet me ma kallëzuni fetfa, kam disa shokë që kanë zakon me ushab, me nonat e njëri tjetrit dhe po du me ditë çka thot feja për këtë. Allah i nderoft, marrim përgjigje për Hoxha. Këto kjo shprehje, e cila është prezente tek shumë njerëz, është prej gjunaheve të mëdha. Është hadith pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, nekber al-kabair yal'an ar-rajul walidayhi. Prej gjunah më të mëdha është me i mallku njeriu prindërit e vet. Nuk ka përdorur shprehjen me shah, me mallku. I kanë thënë ja Rasulullah, kayfa yasubbu ar-rajul walidayhi? Kayfa yal'an ar-rajul walidayhi? Çu ka mundsi njeriu me mallku prindërit e vet? Pa thonë ja shan nanën dikuj, aja shan nanën këtina. Është për mëkateve më të mëdha, pra tekstualisht është, për ata kur e kanë renditur ulemat, mëkatet të mëdha kanë renditur edhe këtë mëkat. Sharja e nanave, babave, prindërve, është mos respekt për ta, për së gjalli, për së vdekur. Është mëkat. Është për hileve të shejtanit. Për intrigave të shejtanit, Allahu na ruaj. E që arrin shejtanin me i bind, apo me përdor këtë intri, këtë hile, këtë kurth, të kësho njerëz musliman fatkeqësisht. Po. Ndërruam. Kemi telefonatën e radhës. Selamu alaikum. Alo, selamu alaikum. Se duket ka ik telefonata e radhës. Po që ndëruam, kemi telefonatën e radhës. Selamu alaikum. Aleikum selam Hoxh. Ju lutem që t'ja nani zonën televizorit dhe të dëgjoni përmes telefonit tuaj. Faleminderit. Dëshiroj të përshëndes Hoxhën e nderuar dhe po më interesojnë dy gjëra. Para një muaji kemi qenë në Vorrin përbashkë në Dagodan, te një motër muslimane që ka vdek, edhe nuk u knu doja për të vdekur. Domethënë nuk u knu Kur'an, vetëm u knu doja për të vdekur. Ndërsa të nesërme kemi qenë në një varrim tjetër dhe u knu Kur'an. Atë mu po më intereson se kanë lind dyshime ndërmjet njerëzve, a duhet apo nuk duhet të knojmë Kur'an tek varrezat? Dhe pyetja tjetër është, para do ditë me ftyrë të nova tha se me vlude nuk duhet ndaluar, po duhet bëjmë sa më shumë me vlude, ndërsa hoxhallar që thonë që s'do të bëjmë me vlude, i ka thuj pseudo hoxhallar, po më intereson kjo çështje për me definu sakt njëherë për gjithmonë që mos kemi përçarjen mes vete. Allah i nderoft. Faleminderit që telefonon. Faleminderit. Pra Hoxhë ndëruam, kemi a do të me knu Kur'an dhe duat e vorri, dhe pyetja e dytë është që është e me vludit. Sa për këtë varrimit atje, që vëlla, cili është obligimi jonë karshi të vdekurit? Detyrat tona që kena bësh të vdekurit. Cili është? Të vdekurit tonë. Mja la gjenazën. Mja mbështjel gjenazën me qefin.
Mja falë namazën e gjenazës dhe me varrus. Në dhej. Obligativ. Se? Obligim, obligativ. Po, detyrime këtu. Detyrime, obligim, vajgjeb që është dushtuj. Farz e këtu. Po, mirë. Për me sjellë një krahëzim. Cilat janë detyrat apo në detyrimore, obligative, të zonë me namazin e drekës. Me farë 4 reqate farz. Thjesht. Apo? Para farzet, pas farzet. Po nuk janë obligative, mësë me obliga bre. Jenë të mira, ka sevape, në rregull. Kush për dhe që nuk janë të mira, s'ka sevape. Për ata që janë senetën, në rregull, këtë në rregull është. Nuk kem asnjë mos pajtim. Por, nëse vjen në xhami, kur të merret tekbiri fillestar dhe lidhna me imamin, dhe imami jep selam në të gjatë, në të majt, jepën bashkë me ta, dhe qohën atë dalë. Shkojnë dhe hapit dyqanin, e ka afër aty nga. A lash dhe shka mango? Je për senetet në rregull është, për kallëzim të mu detyrat që kam, këtu janë farze, se do të klasifiku senet. Ka farze, ka vajibe, ka senete, ka mëbahe, po mendupet, preferuara, lijuara kështu mëra. Tamam. Tash hadë me qërtu njerin ti, i cili shken shqitore, me qatë kohë ka punën më të madhe ndoshta, ose është në zyrë të punu administrat atje. Nuk ka kohë me në gjami më gata, as më ardhë më heret. Ose ka librin, ka nëse provime. O në këtë jenë fakultet, e fali farzin. Dhe, o i fali senetin shumë shpejt, ose nuk e fali senetin shkejnor. Sepse senet, mësime atjo vajgjeb, është haki në zanë se studenta. Farz jo farz. Farz jo farz. Tash mund të më qëntoj dikush mu për shumë këtë rast, për njësi për veti, pëse të nuk nejtë e mas farzit. Sepse shka të sedin, nuk shka me lujtën, më s'ki derë, të pëtu të shka me lujtën e mesë Google-a, të për më dojnë të shka me lujtën, apo me lujtën e domina, me shahën kafe në shkova, shka pe gjamis në nërë, nga si e kom vanu, se din të 10 minuta e kom marë për namaz. Këtë e kom detyrim të zotit, hak të zotit. Por, kur vjen ratë të senetit të spit, kjo është ma prej mare. Tamam. Pra, e të namaz gjenazës, nëse ne i krymë shtot 4-ta, i krytëm, asë një obligim nuk takim tjetër ndaj gjenazës. Ai cili thot se e lam mangu, e hym në hak të vdekurit, jashtë atyne të 4-tave, le të sjell argument. Le të sjell argument. Lutem, mos e rëndani njerëzit, qase ka rëndu i madhe as Allah azza wa jall. Kështu që leximi i Kuranit, doja tek të vdekurit pas varrimit, qëndrimi të vorri pas varrimit, nëse për varrimit të erdha. Për varrimit të erdha, edhe najta i funit. Dua të lutem për të vdekurin, sepse kështu në kam mësu pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Pasit të në dhe, me najtë të varri, mi që dur të me luto, zëtë fërcaje, nga se vinë me laqet me marë në pytje. O zëtë fërcaje, a Rabbi, o Allah, lëtësenatën e varrit, lëtëse lagarinën në varë, me lutë Allahun azza wa jall. Por e pata farz, nuk e pata. Kështu që të ndëruar mësë ngarkani njerëzit, me të që se ka ngarku i madhi Allah, ngarka i liresh me ata që ka ngarku Allah, thuaj se tu të Zotit, pse se në gjamit e kore ki gjamit e dira? Liresh thuj. Por me se thuj pse se në gjamit e i pari, e me dali fundit, se nuk e mba dhe hargjisi ti,
Dëmë të auta gjëva për me në herë se të rëqë, ti e bëde havgji e pensionist, ose e bëde havgji nuk jenë pensionist, për s'ke punu kur. Ndërsa unë dhe me ka me lapsim dorë, thërët të zani, kujtojna, a me plecu që fjali, apo me lanë që atë të rake me shku në gjami. Dhe herë la e shpejt gjami dhe në za, me ko, herë plecu një fjali e 2 e 3, edhe mikë së njeti, që së vjenë mirë, por farzën në za, nuk e bëde havgji. Së mi rriu në gjami, mas namazet, 10 minuta pas me të 20. Sepse për të libre, për të shëtorja, për të puna, për të zyrja, për të njerjon. Andaj, din dhe të kuptojmë, qëfar obligime kemë. E mës të bojnë ata në një rangë, ta në me shku me mendu, pëse se ke lezu të vdekërit Koran, e ke lanë mango, qësh mango? Pëse mango? Po ne, ja falim gjenazën. E përsëlloj të vorët. E nejtëm që të deshte në mdheje. E pejgamberi sallallahu aleyhi sallam në hadith vërtin Bukhari dhe Muslim ka thonë, ajtë cili e përcjell gjenazën e vllaut vetë, dhe i të falet gjenazja, e ka sa një qirat, ndërsa i cili e përcjell edhe më tej, deri sa të varroset i ka 2 qirat. Ka thonë, çka është qirat? I kanë thonë, ka thonë, qirat është sa kodra hudit se vapë. Si me thonë, sa të qavica jona tonë, kodër e madhe, qaqëran, ka se vapë, 2 copa i mërë, 2 qasë kodër e se vapë, mja falë gjenazën edhe me prezentu, me shkodën në varrim. Hinin dhe njeri ju, e mlume dhe shkojmë të shpjehën e kry. Në kemi detyra tjera, mirë, ta është dalë meselën tjetër. A bën as bën me lexu Koran? A bën as bën me lexu Koran? Unë nuk tha mos lexo. Nuk tha mas njëherë mos lexo. Dhe këtë kam cekë edhe liber të vdekja dhe jetën më reza. Dhe kam cekë edhe mendimet të ulemave që ka thëtë Ebu Hanifja, Imam Maliku, Shafiju, Ahmedi, që thënë ulemat e vjetër para ty në sahabët e tabentit e tjerë, kam përmbledh dhe kam cekë. Ka të atil që kanë dalu, ka të atil që kanë leju. Andë nëse dikush nuk e vepran, e kam marrë. Për shumë Ebu Hanifja dhe s'ka me lezu Koran të vorët. Ebu Hanifja, s'ka thëtë Koran të vorët. Me thonë dy këpës lezohë, thëtë o zëtni, Ebu Hanifja ka thonë, ka Koran me lezu të vorët. Pëse për më obligan? Pësaj. Po këtë që lezën, thëtë o zëtni, po Mahmed bin Hasan Shebani ka thonë me lezu Koran, Imam Mahmeti ka thonë me lezu Koran. Andaj, këtë që lezën Koran, letë lezën. Këtë që nuk lezën Koran, Imam Shafi ka thonë me lezu Koran. Këtë që nuk lezën Koran, mes lezën. Bëndoa. Sa në mongë se ka lanë. O ju njerëz. Në nga njëherë është në sen tjetër, mundohën kërë desin sanë me gjdo kusht, ja du me vodekën ta mamë qysh. O, pasha një zëtë. Inshallah ka bë punën vetaj. Inshallah ka bë punën vetaj për vërë, se bënja të deken qysh dush, varrimin qysh dush, send zotit nuk ndihman nëse vetë se ka bë punën për me pas mirë atje. O, ju njerëz, nuk do të jetojmë një mëd, je kanë më vdekjen mua, më du më kënu, më bë këta. O, vallahi veç, Allahu ma letoft, natën e vorrit, e momentin e vdekjes, edhe qka ka mas vdekjes, e qka bojnë këta tjerë gjallë mas neve, lejat mesele. Po. Allah ndëroft. Kemi telefonatën e radhës. Kështu që mës marveshjet, që këtha vllaut një herë fond, nuk kryhen këtu punë. Po nuk mund së një bën njerëzit në një mendim, së më një bën është e pa mundur, sepse ata kështu i kanë kuptu argumentet. Është e pa drejt me i detyru njerëzit një mendim, është e pa drejt. Imam Maliku më bëhallat, se dhe i dëgju se thirës në telefon po. Imam Maliku, Allah e pas më shëruar, e ka shenu një liber që vëtë më Muwatta, i ka përmbledhur disa hadithe. Tamam? Dhe kalifja, mbreti asaj kohë, i ka që fjallë kalifes, Imam Malikut i ka thonë,
Gjafer bin Abi Mansur do ka qenë, Gjafer Mansuri, kalifën atë kohën e tina. Ka thonë Gjaferi, mbreti, ka thonë këtina, me lejët ti mu, me autorizami, veç me pleti, si autori të librit, unë do t'i obligoj krejt kadit, krejt musliman në shtetin islam, të asaj kohë, Afrika Veriore krejt, lindja e mesme, një pjesë e madhe Azisë qendrore, gati këtë Azia qendrore, një pjesë e madhe Republikave Sovjetike, deri te Andaluzia, Spanja, Portugalia, pjesë e Francës, krejt kështë shtet islam. Me lejati mu, që unë t'i obligoj krejt musliman të punu me libertan. Pra në një mendim, thot jo as njëherë nuk ta pileje. Nëse vetë nam për libertami, jo. Sepse ka mësi njerëzit e din atë që nuk e di jone. Dhe kia është shënuar i Mamalikut me shkronjët e arta. Nuk i harrohet ke Mamalikut deri në kiamet, këtë qëndrimi tina. Me kanë tjertë, me kanë nesët e shumë gëzu. Me mendim të për e bligën gjinën, do me thonë pas në pesh, do me thonë pas në qëllune. Ja. Ka mundësi të ki ma mirë se onë. Ose edhe të ki mirë, edhe në ka mirë. Lej njerëzit të lirë. Po. Para se të shkrymë një pauzë e shkurtër, përnëm telefonatën, pastaj shkrymë pauzë. Selamu alaikum. Alo, mirë mama, selamu alaikum. Aleikum selam, rahmetullah. Përshëndetje për ju dhe hoxhën e nderuar. Përshëndetje dhe nga ne, keni pyetje për hoxhën? Edhe kam një pyetje për hoxhën. Kam një pyetje që s'po mujt t'i gjej përgjigje që nga Fitër Bajrami. I hoxhë i nderuar, ka mundësi më të detajuar si është matur koha në kohën e pejgamberit alayhis salam, caktimi i Bajramit dhe kohët e namazit. Duke pas parasysh që jetoj jashtë dhe që nga Fitër Bajrami nuk e dinim si a është e diele apo e hën Bajrami, më intereson shumë në mënyrë të detajuar nëse ka mundësi si është definuar me çka është matur koha. Namazet, Bajramet. Namazet, Bajramit dhe gjithë këto, duke pas parasysh me këtë teknologji që kemi sot, edhe nuk është detajuar saktësisht si është matur në atë kohë të lutem. Në rregull. Ju falenderoj shumë, ju përshëndes dhe çdo të mira. Selam aleikum. Aleikum selam wa rahmatullah. Kanë thonë me sahatin Sir Kristof për para se të hoxhës. Po. Allah i madhruar adhërimit i ibadetet tona. Përse për këtë kohës e tyre, i kanë dhe lidhur o me diell o me hanë. Disa prej tyre ka renditur me diell, e disa prej tyre që janë shumica me hanë. Kështu që namazet ditore, ne i kemi me diell, nuk i kena me hanë asnjë. Ma gjithë namazën për Bajramit, që me ndoha pyetje, ka qëtë pyetje, kjo pas ka pyetje, pak më ndryshe, pak më gjerë, është kur të lind dielli dhe kalon sa një mile vjen, i bjen diku 20 minuta, 25 minuta, për afërsisht e tutje, mas e të lind dielli. Tamam. Pas kot namaz me diell. E diellin me këtyre o lindje perëndim ose me hije, që është drejt ka qëndia. Ndërsa e cin me humbje të dritës e diellit, respektivisht të rrezëve të diellit dhe ardhja errësirës së plot. E sabahu, kur jep ferko, e sabahut, që fillan me strit. Deri në lindje. 3 adhurimet të tjera, zeqatin, që do të me dha një herën vetë, po kurën një vetë, hanora djelor, hanor. Ramazanin me agjëru një mujdit në vetë, kur, hanor.
haxhin kur hanor. E pjesë e saj tash është edhe koha me fal Bajramin e vogël apo të Kurban Bajramin edhe Fitr Bajramin, sepse dy Bajramet janë të ndërlidhur me këto dy ibadete. I pari me Ramazan, e që është me han, i dyti me haqë, e që është me han. Gruaja, kur të dës burri i saj, duhet të pres 4 muaj e 10 ditë të mbaj zi. 4 muaj e 10 ditë, hanora, djellor, hanor. Dhe kështu me radhë. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, së është matur koha, ka gohtina, ishte pyetje, nën pyetje, ai ka urdhëruar muslimanët, po në atë kohë shokët e tij, që ta vrejtojnë, ta shikojnë, ta përcjellin hanën e re. Dhe ka thonë sumu li rujetihi, wa aftiru li rujetihi. Fillon agjerimin kur ta shihni hanën e re, dhe përfundon agjerimin kur ta shihni hanën e re. Hanën e re tjetër fjala. E pe hanës re dhe hanën e re është 29 ditë apo 30 ditë. Nuk ka 28, nuk ka 31. Nuk ka 28, as nuk ka 31. Ka 29 ose 30. Me vrejtu hanën. 3. Doli hanë e re, përfundoi Ramazani dhe si rrjedhoi, falet Bajrami me njëherë që të nesërmen sabah. Falet Bajrami. Kështu është vepruar që 14 shekuj, për bëhen 15. Dhe ka vazhduar derisa tek kësaj dite. Në kohën e fundit, janë bërë përpjekje, bukur të mira, përpjekje falenderuese të quaja, të myftinive, ministrive, të vakufeve, myftinive, thuj që shdosh, të shteteve të ndryshme, arabe dhe jo arabe, por islame, që të koordinohen dhe të kërkojnë ndihme në përmjet teknologjisë bashkohore, e që është astronomia. Ku në përmjet teleskopave, në përmjet llogaritjeve, që i bëjnë ata dhe vrejtojnë hanën për çdo ditë, e din sakt se hana do të lindë, do të duket në filan dite, në filan piken edhe në filan orën. Megjithatë, ja teleskopi shikoje. E teleskopi është shikim me sy, vetëm se të afran, si syzat tua. Ta shtike syzat, ne nuk mund të themi se nuk jetë të pati me syja, për me pa me sy handë me hikë syzat. Jo më jetë pra me sy të pa, por jetë duke indihmuar shikimit të syrit. Apo, ka që ke mesele. Apo me turbi, nëse shef me turbi, dikën largë në 20 kilometra, që me sy së në dalë 20 kilometra, nuk me në dalë një kryes. Një objekt së në dalë 20 kilometra, të prape ke pa, thë kom pa me sy të mi në përmjet turbive. Dhe është duke është avansu bukur mirë këtë fundit, për ata dhe jemi duke pa minimum mës marveshje rrëth caktimit të fillimit Ramazanit dhe fund të Ramazanit, po edhe në kohën e haxhit atje. Tani po të këvla në Evropë, ta në Evropë kanë më ndryshe, sepse jenë komunitete. Edhe komuniteti turk të azami e përcjell shtetën e vetë turk, dianetin që kanë Turqi. Nëse dianeti atje thot, ne kemi caktu më herët, dhe na nuk e lujna kena me takvim. Nuk kanë rregull të kemi pas me takvim. Pejgamberi ka me shikim, jo me takvim, me shiku. Të takvimi le për me di datat, por kër vjen puna të Ramazani, të Bajramit, do të pëqyrë hanën. Nga se hana gjatë se periud ka mundësi lëviz, ndryshon. Ate këtë sa takvim ma herët para një viti, ka mundësi ndryshon. Dhe ja huq. Dhe ka ndodhë që ka huq.
Por, me qenë se bota arabe dhe islam është ndarë, është bërë së kuleqët e baklavës, është ndarë, atëherë edhe njerëzit vetë se qëllimi ndarës ka qenë që të përqahen, ata të ndahen e të përqahen, të ndahen, të përqahen, të largohen me zvete, dhe të ndërlidhen të bëjnë lokalista, si vendet tona të Ballkanit shqiptar. Pse ne na ndajten? Përsa na ndajten neve? Që na dështën, a që nuk na dështën? Që nuk na dështën. Nuk na dështën të fort, nuk na dështën me Land Bashkuar, por një pjesë edhe në Grekut, një pjesë edhe në Serbit, një pjesë edhe në Makedonit, një pjesë edhe në Lazezit, një pjesë edhe në atje, kujna ka ndërkujna. Nëse ke Kosova ju një me të Serbit këtan, një pjesë e lanë Shqiprin që atë, e dajten, e cap e banën Shqiptarin e madhe. Dhe tash na me zvete bëjmë cap e cap. Tash na me zvete bëjmë cap e cap, sepse tashmo është e ndjenja e lokalizmit. E që është një fanatizm i mëkt. Me dhëmë përparësi Kosovarit, ma shumë se ati Preshevalis, apo të Tavarë, ma shumë se të Kumanovës, apo ati Shkodra, ma shumë se ati Vleniatit, kjo është një fanatizm i mëkt. Thuj nacionalizm i mëkt, lokalizm i mëkt e era, ka së në dëran, po është prezent. Kështu që komuniteti bosnjak e ka të Sarajevës, komuniteti jonë, shqiptarët e tonë, tanë edhe na, a janë të Shqipërisë, a janë të Kosovës, a janë të Maqedonisë. Edhe kështu lindën, këto mas marrëveshje, del Bajramin diellën, dikujna del të hanën, runa zot, ç'a ti bësh? Allah ndroft, hoxhë ndruam, shkojmë një pauzë shkurtër dhe rikthehemi sërish me emisionin Rruga e Ndriçuar. Selam aleikum të dashur miq, jemi rikthyer pas një pauze të shkurtër me emisionin Rruga e Ndriçuar me hoxhën e nderuar profesor doktor Shefqet Krasniqi. Hoxhë nderuam, para se të pranojmë telefonatën radhës, më lejo të lexoj një pyetje që na ka arrit. Thotë namazin farz të jasis, më kalon recati i parë, në fund qohem me vazhdu, ato e di, po a ka nevojë me thonë edhe një sure pas elhamdulillahit, apo unë tani jam në recatin e fundit, e tham veç elhamdulillahin. Në fakt, këtu janë dy mendimet, të dyjat janë të vërteta. Njëri mendim është që e plotson tretën e të katërtën, nëse ka një dy, dhe se rrjedhoj e klën me qfati janë, mendimi tjetër, konsideron se ka ike para dhe dyta, dhe i falë qysh falet e para dhe dyta, me fatja dhe me sure. Kjo është bazuar, apo mirët, prej hadith pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, edhe akimit të salatu, kur bëhet namaz i kamet, shkani namaz, por më zvrapani. Ata që nxini, faleni. Ata që ju ik, plotësojeni. Kjo plotësojeni, këtu ka këtë hadith ka disa mesele, ndërto është urrejtur me vrapu për namaz. Pe keraheteve, gjërave të urrejtura. Në namaz është edhe me vrapu në namaz. E vetmi sa kam lexu dhe sa më kujtohet, është Ibn Abdul Barr i Malikive, i cili ka thënë se nuk prish punë edhe me vrapu nëse mendon se nxan recatën. Të tjerë kanë thënë jo, nga sa hadithi po thotë
hajde në namaz, o antum, duke hecur, o mos vrapani. Në kanë dalu me vrapu. Nejse. Çështja tjetër, ku të është imamu, lidhë me te. Fama adraktum fasallu. Ku të është imamu, lidhë. Çështja tjetër e fundit çështja kryesorja, ajo që ajo ik juve. Fama fatekum fa atimmu, ajo që ik juve plotësojeni. Po në transmetim tjetër, bëne kaza, faqdu. Dhe sim pas kuptimit, transmetimit të hadithit, nëse marrëm faqdu, bëne kaza, atër cëllna në ka ikneve para dhe dyta. Së në tretën të katërt e linzana, të më ka ike para dyta, dhe lipi bëj kaza, e nësen kërë bëjsh kaza, e bën qysh ka qenë, e bën kaza. Qysh ka qenë në kohën e vetë. Kohën e vetë ka qenë Fatiha me sure, edhe kaza Fatiha me sure. Për atë ulema tani kanë diskutuar, kur nëse nëzat 2 reqate fundit, a jenë të parat për mu, a jenë të fundit për mu. Se unë të paratin që de facto atë të parat, unë se vëtë namazina, a jenë të parat për mu, a jenë të fundit. Nëse në të parat për mu e 3 e 4, për gjematin të fundit, për mu e në të parat, këtë e në të parat, atërën plesej 3 e 4, veç me Fatiha, pa sure, edhe bazona këtë hadith që plesejeni, këtë transmitim. Po nëse themi se nuk jenë të parat për mu, po në zanat fundit, e me të në të parat, atër të parat e bëj kaza. Duke pasuar në transmitimin, fama fatekum faqdu, ajo që i kjo e bëne kaza. Kështu që ulemat janë dane 2 mendime, tek një hanefite kanë me bë kaza, dhe me dhankën edhe Fatihan edhe surën, edhe në ndeqë në regull është, për 3 e 4 në fjalla. Për të nëzanë 3 e 4 e ti ke pare 2. Po. Allah ndëroft. Kemi një telefonat në linje. Selamu alaikum. Aleikum selam, përshëndetje. Përshëndetje. Bishta një pyetje hoxhës ndërum. Po urnoni. Jam një motër muslimane, po është problemi që me vëlla nuk është kam fol, për shkak që i këmë thonë me këshyr nanës, të këshyr s'pe respekton. Ato tani ka fillu, më thonë, të s'ki nevoj me dërhy këtë se i bi, edhe për shkak se i këmë thonë këshyre nanën edhe s'pe respekton, a ka fillu tash mos për në fol, e jam ka ndi vetën shumë fajtore, a ka bo që ku më fol, a së duh me fol hecë, se jam ka ndi vetën fajtore të mos për në fol vëlla. Allah ndëroft. Për shkak nane. Allah ndëroft. Presim një këshill për hoxha. Fajtore nuk janë pak, se sa s'ka bo që me qenë fajtore, nëse një njeri është duke e kry një punë, edhe te ja të rhek vrejtjen, thuj ndryshe, ma bot, e këshëllan që qatë punë me kry mirë. Për shambull, shkon prindi në shkollë, tek mësus, tek biri tina, e thjerë mësusi mbledhe printerve. Dhe nëse prindi, thët mësusit, mësa ma nëzanë djallin mirë, e thët e më qenë të ba. Jo të ma mësu, po mësa ma mirë. Qa ka të keqe këta? Asë. Nuk ka të keqe kërgjë. Nuk për thët për nënqmim. Ose të shetë dhe kështë të punu, mjeshtri, bojqësi, dhe përna marë punëtor, marë paqë. E pja hakin punës, o, punëtor. Thë Allah ishë për bleft, për më nëhëm ja dhe në hakin. Pra më se le barin këtë parashe që ka la moqë, më se më le me dhe, se si të bjeni shi delaj. E pja hakun. Edhe tek mjeku, thu mjekët atje, ose mjekët motra, keni kujdesër pacientët.
Po normale kjo punë. E përëveri i thëtë ushtarit, ke kujdes në roje. Ke kujdes në roje. Po bëhë ma vigilent. Bëhë ma i kujdes shumë. Aj, për që për unaj. Por, anë dhe pse i tha, këshillaj, është një këshillë cilë veç ndihman, sen zarar dëmë si banë. Tamam? Pra edhe, që për në këshilloj njës, për thëjnë, hoqja bërë me shumë të dirës, këtë farë pyjtët e sa bën këtë anë dhe, për në këshilloj njërës, s'ka gjë të keqe, vre. Pra edhe me thamë laot, që më nanën mirë, e kia manet, kështë e keqja. Po, njerëz janë prishë i motër. Njerëzit janë prishë. Nuk dënë kush me thoni ke sy të zi. Nuk dënë kush. Asmija nuk dojnë. Asmija. Ma ditë mija që ke boti vetë. Nuk dënë me thonë i ke sy të zi. Se që në hunë, ta i tëtë me shku me kërko falë e thmisë. Që përshë asë zërë të amalë në romet, që tërmë të kërko falë e thmisë, në romet me të marë. Baba me kërko falë e thmisë. E nana. Koha është arë që ashtu. Koha është arë dhe ashtu. Pa kjo kohë e likë është. Pa kjo është kohë e likë. Qëfar fëmi është ajë që i kërkan pe babë që kërko falë, pret pe babë se pe nazë. Pa është fëmi bendje madhë. A është fëmi i keqë. Fëmi arrogantë. I pagdhendun, jo edukuar. Me prit me babë se nansë, me kërku babë se nansë, dhe të më kërkuj më falje. Pra, mota të thëtë, o vllah, nanën e kia manet me këqyrë, unë jam bis me i këqyri. E nëse mota se interesohet për nanë, kush dhe më të këshillu ty. Jo s'ka nevoj, nuk ka njeri në këtë dynja që nuk ka nevoj me këshillu. Nuk ka nevoj njeri në këtë dynja, nuk e kësë njeri në këtë dynja. Që është i panevojshëm, i pambarur, nga këshillat apo prej këshillat të tjerëve. Fund. Të gjithë kemi nevoj për këshillat. Tamam, tash nëse këshillëm vlaun të kush të keqa. Shto që të keq nuk e bo kur gjë, po vlaun e keqa ashtu Zotit ta drejtoft ato, ja Rabbi, se nuk e thot motrës ti e bi. As fëmijëve të vllaut nuk e ka hije me thonë halës ti e bi, e s'ki drejt me foltë. Ata një tro kulturën e paqen, edukat, babës vetë, gjyshes vetë, e të familjes, nuk kanë të drejt dhe nuk është as pak etike, me thonë halës, e cila arrit atë, e ka hangër ka pi dhe ka hisin që atë, për se avë merë, me thonë halës, ti je bi, nuk të ka hije ti më përzi, ko pe ollë të kjepo. Me thonë gruja e fisit, gratë me zvetë, me thonë gruja jote, gruja e më të ti. Gruja e fisit të ndryshe. Mirë po me thonë vla, me thonë fëmija jes. Por, më së gjasë motër, të vla të fali. Vla të fali, shka të vla të fali. Edhe nëse të fyne të fletet të njerane, të shka, nëherë 2-3 dikur të fletë, vla e ki. Allah ndërëft, Hoxha Ndrun. Kemi një telefonatën e fundit për sonte në linje. Selamu alaikum. Aleikum selam. Po, tani pyetje për Hoxha. Po, urnoni. Deshta me pyet, jam 32 vjeçare dhe ende nuk jam e martuar. Kam qenë të disa hoqë, kam bërë rukje, se ne kam pas njëherë një takim dhe une i kam do një shana si benga që ju thojnë. Dhe do me thonë, ma kam propozu, po kur kam dalë mu po, a i djali do me thonë pas ka thonë që pas ka një shana. E tash i ka hy kompleks vajzës ajo pjesë dhe po donë mi operu ato bengat një shane. Shumica meve po thonë është rezika në kënje, e të ishtë të pyt, kjo pjesa e martesës është rez, kam bare nga bukuria, apo qka se po ndihet shumë e shqetsume. Allah ndëroft,
presim këshillit për i hoxhe, kjo ishte pra telefonata e fundit për sonte të dashur miq. Bërë mas qaru. Një vajzë 32 vjeçare e pamartume ka bërë rukje, ka disa nishana, disa shenja në trup dikon. Po, Ka dalë një herë mu taku, ai djali për shkak që nishanave Tama. e ka refuzu. Ta është çka më mos fika. a tha bërë me hjek, a tha diçka. Apo më operu, po. Po. Kjo është më rëndësia. Po. Nëse e bëjnë motrën të shëmtuar, bënë e përru. Ta shta nuk pëdim natyrën në shanave aty në farshë. Do shenja të zeta dikush i kanë fytyrë nëse është fjallë për to. Si më kanë djeg dikush doket. Kom pas disa raste. Po, bënë me përru. Bënë me përru atë. Po. Bënë me përru atë. Dhe për Çdo fund, send që ka ose në parim nuk është për natyrës së njeriut, nuk është për pjesëve të fytyrës, të mëtyrëve, të trupit. Është diçka shtesë. siç ke përmendur një herë, betlat e bashkuara. Po, ose del diçka ndonjë farë një pjesë, e fryhet një pjesë dikon, ose femra del qimet në fytyrë. Nuk janë pjesë e fytyrës femrës ato. Ose ka diçka që ja shëmton personin shumë. Jo që ja prish bukurinë. Ka dallim me prish bukurinë mos me lart nivelit lartë, se bukuria ka nivelit lartë, pak ma poshtë, apo. Por ka edhe që shëmtojnë. Dhe ajo ndihet shpirtnisht e lënduar. E shef të martesa, të shoqënia, tash fjallorën e sot e bullizojnë shoqënia, ata afërmit e tjerë, bën operacion. Po që kur jemi të estetika, avan të pyesë diçka këto. Tash ti kanë dalë këto, shkon dikush për ndërhyrje të vesht. Shkon dikush ka vesht duke më larg, ja më afër, pastaj huna, e shkurton hunën në bën këto gjëra. Çto qatëse ka në futet qëto. Nëse e dëgjona një herë që ka thash me vëmendje, e kupton. Thash bukuria është shkallë. Pse të prishet pak bukuria, ta zami ke vesh pak të mëdhej, ose pak këthynja në 30 shkallë 40, sens bëhet. Apo? Por nëse ke vesh krejt kështu, dhe si dërshëdera të keshin e madhe i vogël, Për ndërhyrje. në nëqmoj njerëzit, pra është shëmtim e trupit insanit, dhe insanin ndihet ngosht nga natyra e vetë që ka kriju i Zotit, ka ndjenjaj. Por nëse ka unën pak të madhe, nuk është një farë misja, ta quesh një farë bukurosha që shme thonë nëse moshkull, po nuk është edhe një farë, nuk me di që shme thonë, që shme thonë i shëmtuar. Jo, Maria, jo. Nuk është i shëmtuar, andaj kjo nuk ka nevojë, kjo nuk ka të drejtë me shkue, me ndërhy. Sepse bje me ndryshu pamin që ka dhoni madhe dhe Zot. Ti kofshim falë. Hoxha ndron. E ky tjetër pam çka ka dallim kështu. Ky tjetër ka dallim sepse kjo nuk po shkon për me ndryshu pamin e Zot, por po shkon për mi ik, me shpëtu fjalët njerëzve nga se sën delte dera. Kjo nuk po të kundër ka dërit Zotit, por sën delte dera për njerëzve. Këtë të ragrun, këta këtë remotës ta merë kërkosh të ngrata. Kjo është ka ahlake, ka menqërie, ka dije, ka veshmerie, ka tënë në të mirat e Zotit. Por e ka faqen e sosore, ka ku diun të shakorën një shansh. Po pra, edhe që në sytë mashkët që nuk e njofin, është të shëmtuar. Andaj që nuk pëjtë ka dirët Zotit. Por po mënohet më ambientu me qatë shoqëri për më konsideru se është normal si njerëz të tjerë, madje me disa virtyte a kalon shumë të tjerëve. Andaj ka dallim. Fundja këtë s'po themoni pare, këtë kanë thënë edhe para me të tjerë. Allahu di më së miri, po. Allahu nderoft, hoxha nderom, mo edhe pse presion po mbajnë regjia, po më me hek telefonin krejt për veshit. Po, e kam një pyetje për hoxhën që është në fillim të emisionit, e kam përgatitur për vetë këtë pyetje hoxh. Zakonisht
të disa, jo të gjithë, është i mirëseardhën dimnja apo ditët e ftofta, siç kemi filluar tash. Edhe pak ditë ndrohet ora dhe natyrës i largohen pak krye, mbrana lexojmë pak më shumë. Jemi më afër librit. Hoxhë nderuam, ju jeni autor i disa veprave, i disa librave, dhe librat e hoxhës profesor doktor Shafet Krasniqi i gjojmë në shumë librari. Do më lyp për juve, cila është libra për librave të juve, më e preferuara, po shamon sonte, cilë libër më kështë preferu që unë të filloj të lexoj. Kjo është ajo që unë në fillim të emisionit dashur miq, e pata këtë pyetje, po hatri i pyetjeve të juve e lash për fund. Se di se ka vendin kjo në pyetjen në këtë emision veçantë në fund ti, ani pse për mu s'ka diçka që është të çuditshme. Për mu është mëlsina për në fund. Tamam, në rregull është. Që fakti që feja është ëmbël krejt, edhe ai që flet për fe dhe rreth fesë, edhe ai që shkruan për fe dhe rreth fesë, në parim, edhe fjalët e tij dhe shkrimet e tij duhet të jenë të ëmbla. Të ëmbla në kuptim tërheqëse, joshëse. Fakti që ne, elhamdulillah, për të madhet Allah, këtë mundin ton e derdhim rreth fesë. Qoftë me shpjegu, qoftë me shkru. A këtë libra tona kanë të bëjnë rreth fesë. Andaj, dhe se cila për tyne, për vendimin tim e ka vendin e vetë, që nuk e zavendëson tjetra. E tani, cila është më e preferuar, më tërheqë se kjo varet, edhe prej temës e librit, që është jellën, po edhe prej personit nivellit ti që e lexon. Për shembull prej sureve të Kuranit, librave që deri tash kanë botu, nuk e di 6-7, nuk e di sa. Sura e Yusuf mbetet nishi. Nga se tërgimi është i tillë. Tërgimi, ngjarja, rrjedhja ngjarje që është rrjedh ngjarje që zhvillohet, zhvillimi ngjarjes e hipnotizon njeriu, lexuesin. Për atë edhe kemi marrë shumë komplimente për surën Yusuf dhe kemi ribotu, do shta 4-5 nuk e di sa. Nga librat e tjera, për ata që janë jo fillestar, por që duan të njihen në pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, është rruga e ndriçuar. E që tregon biografinë e pejgamberit, pe i djepe deri në varr. Me njëherë mas sajna, vije tërgimet e pejgamberve. Tërgimet e pejgamberve, që është e librave të fundit, të gjithë ata të cilët e kanë lexuar, atë shumë ka dhënë komplimente për atë libër, ani pse në fakt unë vetë jam i hipnotizuar vetë. Jam kështu i shkrinë anë për atë libër. E kam shkru, kam punun të gjatë, por kam qef, veç kërë shë kam qef. Veç kërë shikaj, kam qef. Dhe kam qef shumë, edhe inshallah të mundohem, jeni herë për disa herë, me himi lexu të tërë krejt. Mjeri kujtu veti, atë ngjarjet pejgamberve, dhe më mundu me i jetu. Kjo është shumë e rëndësi. Librin, nëse nuk e përjeton
Nëse nuk jeton me libër, nuk e përjeton ngjarjen e librit, ti të ka kalu libri, ngjarja s'ka marrë vesh sen. Nëse ne s'kthehemi në kohën e Nuhit, në kohën e Ademit, në kohën e Ibrahimit, në kohën e Musaut. Edhe më mundu me shku ati me imagjinat, natyrisht. Dhe me patu mrekulli, me patu burrat më dhe, me patu dushmat të Zotit dinit e me patu. Që dirat të cilat kanë dodhur, dhe se Allah Azza wa Jall gjithë gjenerat, çdo kohë, i ka shkatërru, i ka mund dushmant e tij dhe të vlijat e tij, edhe i ka ngadhnyer triumfuar miqtë e tij, pejgambert e tij e vlijat e tij. Ndërsa nga ana shkencore, natyrisht është libri i doktoraturës, Fiqh Ebu Hanifes, ajo është kulmi, veprat penale, Akidet Tahawije, Fiqh i pakicave pas sfidat e muslimanëve në perëndim. Për nga ana shkencore këtu janë nivelet më të lartë, po këtu nuk janë për masën e gjerë. Dhe diku Akidet Tahawije po, por të tri janë për nivele më të lartë. Tash fillim, njëri varet librat nga cili kanë të lexon e qysh edhe, o nuk më i them për ndonjë libra se i bi peshman që kam shkru. Për çka? Po dhe, kështu që librat e mi nuk i urrej, i du shumë i du. Dhe sartë të mbjen me në falenderoj Zotin shumë. Dhe lësë Allahën që ta mëndësej të shkruj edhe shumë të tjerë. E që avla këtyne muslimanëve mrapa. Për mu, sadaka jarije rrjedhëse, për muslimant një materiali gatshëm, ku e kuptojnë hakun, u ndryqohet rruga. Për shembull, dhe kemi shkruar librat e Kandila në udhëtim. Kandil, lamp, fener, lamp. Kër është terri fort, pak për ndrit, a më të animon. Një mu mësë me thikryt, mësë me dalë për rrugë, me ranë për rrugë dikon, se thikryt më ranë. E s'ka dale, a më jetë sigurt. Pra, milane e liber që ndryqojnë njerëzve rrugën. Edhe bindës ati që i ndryqohet rruga në dynja, ka për që ndryquar varre kur vdes. Dhe ati që ndryquohet varre kur vdes, ka për të ndryquar në ditën e kiametit kur del atje. Allah ka thonë, nurum yes'ah bejne i dihim, wa bi imanihim. Yaquluna rabbana atmim lana nurana. Nur, dritë. Djathë, majtë, para, mrapa, nur. Ditë kiametit, dhe thonë, o Zot, plëtsana nurin tonë, dritën tonë. Ka jetu me nur, ka vdek me nur, e ka varë nur, edhe ditë një kiametit me nur, dhe hinën gjenet me nur, edhe mbushet hala me nur, edhe me shumë këtë hinën gjenet. Ama si mos ka nur këtë dynja, nuk ka nur në varë, nuk ka nur dritë në ditë kiametit, e asë si në gjenet, sepse ai nuk e prek as pragun e gjenetit. Thoj ndryshe e cili ka rësira në këtë dynja, jetën e rësira. Ai e ka varën të ertë, e ka ditën e kiametit të ertë, edhe në xhehenem, në rësirët e xhehenemit, Allah në arrujt. E ne se rëbë të Zotit të daptë të le që jem, dohet punoj për jetën e katë. Se quhet jeta mshushme, pa fund. Nga se kjo, bashkan, kjo po hecë, shka i shtatori, shka i gati të tori, shka i 2025,
Shku 25 veti shekulli, u bon 5 vjet për pandemi, si me qenë 5 mujt dit, koha nuk pëhes, për pa flytëran koha. Edhe ku, në fund, në varë. Andaj të punojmë për varë, e për mazvorri, e për ditën e kiametit. Allahu na bëf punëtor të vyshëm, e të hajrit, e të dobishëm, ja Rabbi. Allahu ndroftë të shpërblet hoxhën nderuar të dashur miq. Librin e hoxhës të preferuar që përmend hoxha, surën Yusuf, mund ta ndeshni në kanalin e hoxhës, mund ta ndeshni librin e lexuar ku ju preferoj që ta ndeshni bashkë me familjen e juaj dhe sikur ta lexoni librin është në kanalin e hoxhës libri i lexuar. Hoxhë nderuar, më dhënë herë, faleminderit shumë, Zoti ju ndroftë të shpëlbeft të dashur miq. Deri në emisionin e radhës, mirëmbëjtje, selam aleikum.